Ka fillu me Mishetic, zotin Mishetic, avokatin e zotit Taçi. Dëgja, unë si jurist nuk mund të flas në kuptimin e asaj, po si qytetar, si për cilëti atyre ngjarjeve i gjykatës të Hagës prej ditës parë thuja kur do themelu prej gjykimeve të para, unë nuk jam shumë i kënaqur, unë po them, juridikisht nuk di, por nuk jam shumë i kënaqur me mbrojtjen? Mbrojtjen. Ja, nuk jam shumë i kënaqur me mbrojtjen. Nuk e di, po djeg e kam përcjell tërkohën zoti Meshetic, edhe duket pak që nuk po lufton si luftoi prokuroria me argumente false, ku ky ka argumente 100% dorë që nuk qëndrojnë ato. S'di si ta them, po nuk më duket një luftë. Edhe kjo është edhe pasojë e reduktimit të ekipit mbrojtësi, zoti Qafoku. Unë kam thënë që kur reduktuan dhe disa avokat kryesor janë lëshuar punën nga mbrojtja e Thaçit e Veselit, e Krasniqit, sikur që ka qenë ai Michael Price, ish kryeprokuror i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka qenë avokat mbrojtës i Thaçit, ka qenë Ben Emersoni, një emër shumë i njohur në drejtësinë ndërkombëtare. Për shkak të fondeve. Edhe këtë që e kam thënë në vërtetu javën e kaluar, ku e tha edhe zoti Haradinaj, Nasim Haradinaj, edhe ai ishi burgosur i Hagës, ku thotë u reduktu natë shumë fondet nga Ministria e Drejtësisë në Kosovë, ku që avokatët nuk mundet zoti Qafoku, nuk mundet Ben Emerson, një avokat që është antari disa studiove ligjore, në London e në Washington, shkon e punon vetëm, fikall vetëm, me komplet dosjen e Kadri Veselit. Ai duhet t'i ketë ndihmësa, duhet t'i ketë ekipin mbështetës, t'i ketë ata që merren me dokumente. Asnjëri nuk e pagun Ministria e Drejtësisë në Kosovë. Supozojmë të avokatit, zoti Qafoku ti je avokat dhe ja kjo është pagesa jote. Po zoti Qafoku duhet t'i ketë ekipin mbështetës. Për atë arsye lëshoj Emersoni, lëshoj Michael Price, lëshoj avokati tjetër nga ekipi i Kadri Veselit, edhe mbeti me mbrojt Mishetici me ata tjerë. Po ky nga është Mishetici? Kjo është kroat, unë nuk dyshojnë, po mendojnë dëshirën e tij që ta fiton në London, po paramendo dosja e Thaçit, edhe të tjerëve, 3 tjerëve, zotit Krasniqi, Veseli edhe Selimi, vetëm materiali shqyrtues i gjykatës, që do ta merr tani gjykata ekipi i gjykatësve ta studion për me marrë vendimin, i ka 180.000 fletë, faqe. 180.000? 180.000. Edhe a din sa ekip mbrojtës ka është i Thaçi, e ka Misheticin, një ndihmës edhe një Kosovar, një shqiptar nga Kosova. Po jo, 3. A i kanë lexuar këto 180.000 faqe? A ka pas komi lexu? Po pra se i bie që... Këtu kam frikun nga metoda e mbrojtjes, si më pyete. Lere mi lexu. Fjallën përfundimtare nuk duhet mi lexu, po mi studiu ku mi gjet ato pikat reaguese mbrojtëse. Edhe Mishetici është avokati vetëm me një ndihmës. Jo tjetë ekipi avokatëve, me një ndihmës edhe një person nga Kosova që sigurisht një ndihmon pak edhe me gjuhën. E kuptova. Po shteti shqiptar ka ndihmuar? Shteti shqiptar ka ndihmuar me ekip mbështetës. Me ekip mbështetës? Po, me ekip mbështetës, do thotë. Edhe kjo ka ndodhur qysh vitin e kaluar, kur ka qenë gëtuajse në përfundim se në prill prokuroria ka pa përfunduar me dëshmitarët, kur ka pas mbrojtja ka përfunduar në Ndorë, fillim në Ndorit atëherë. Edhe ekipi nga Shqipëria, mos ishte ekipi nga Shqipëria, unë këto e kam prej burime të mbrëmshme, unë ta kam thënë duket edhe një herë. Mos ishte ekipi i avokatëve nga Shqipëria, i eksperta, tani si di gjithat profesionet e tyre, unë nuk e di a do të ishte e gatshme mbrojtja edhe në këtë kohë që të thirrën këto seanca përmbyllëse.
Se edhe mbrojtja ish dash me thonë, nuk kish mujt me thonë s'kemi mundësi me përgatit mbrojtjen. Me thonë fjallin përfundimtare. Po ekipet e ekspertëve Shqipërisë, unë edhe aty e kam shpresën, thëmë sinqerisht, unë jam konsultu dje, kemi folë, si e konsultu, kam bisedu edhe me kryetarin nga Veles, me Jusni Ngucatin, në nivel qendror, Emina si Maradinin, e vetë me shpresë është të shohim tani edhe përmbylljen e fjalës mbrojtjes. Se këta e kanë, unë nuk e di si mund mbrohen secili, ku këta e kanë aktakuzën e përbashkët. Edhe kryesori aty është mbrojtja e Thaçit, ta shohim. Zoti Uskaj, janë të ndikuar prokurorët dhe nga kush nëse po? Dëgjon, përveç se çka ka bërë Serbia, do të thënë përveç çka ka bërë Serbia, kjo që thatë ju shifra me 400 milionë euro për dëshmitë e tjera, po janë ndikuar sepse në një farë mënyre dy amerikan po shbëjnë dhe atë që bëri Amerika, dakord, këta serbët po luftojnë që të shbëjnë UÇK-n, rezistencën e UÇK-s dhe atë që bëri UÇK-ja. Po këta prokuror i bie që me rrjedhimisht këta po shbëjnë edhe atë që bëri Amerika. Këtë drejt, se këta po qëndrona që tuti si dyshim pse të bojnë këta këtë veprim, se po bojnë një gjallë kundra i vullnetit shtetit vetë që Amerikan që nga kanë ndihmu. Mirë po ja rastet konkrete që pse kanë vepruar në këtë formë. Krye prokurori i dhomave specializuara, Jack Smith, po, gjithë ju e dini, opinioni i gjonë është ai javën e kaluar veç u arrestu me dalë para gjyqit, ku e planoj para në hearing, këtu hearing në Senat, hearing është dëgjim, dëshmi, po, edhe e keni në YouTube, ku e planon autorizimin e dhënieve të parave e dëshmitarëve. Edhe njëri nga kongresmenët, duket kongresmen Keith, i thot, po si shpërndave fondet që ke marrë për gjykatën speciale. Thot, nuk kam shpërndar. Unë thot, si e kam e po autorizimin se dëshmitarëve dhe personat caktuar t'ju japin me cifrën, dëgjoje me vëmendje. Dikuj 37.000, dikuj 48.000, dikuj 25.000, varet ka lujt ku i mori fondet. Qëtojnë fondet e Serbisë, e Rusisë edhe të Unionit Bashkimit Evropian që i ka e për gjykatën. Tash po dalë të pyetja jote konkrete pse këta katër Amerikanë. Gjykatësi tjetër e lën si e pat ai edhe ajo largue, ai gjykatës paraprak, ai që i miratonte akuzat, ku ngrete akuzat ndaj dikuj, edhe ai u largu, edhe është i akuzuar për korrupsion. Ku krye prokurori i gjykatës akuzohet edhe arrestohet për korrupsion, pikërisht për keqëpërrim të fondet, jo vetëm në Hongkong, po edhe në Amerikë, pse unë nuk kam të drejtë me dyshu që edhe këta janë të korruptuar. Krye prokurori, shefi i tyre ka qenë. Krye prokurori. Si quhej prokurori? Jack Smith. Jo, Jack Smith, okej. Jack Smithi në këto momente çfarë statusi ka? S'ka asnjë status, sa ju u largu nga Haga. Sa ata përmendi dhe presidenti Trump. Po natyrisht, sa i ka ngrit akuza, kjo që shumë bukur që ma rikujtove këtë, se edhe nga kush mund t'jenë të blerë prokuror. Do të thotë, ai akuzohet edhe për dëshmi false, ngritjet akuza false ndaj presidentit Trump është i njëjti prokuror. I njëjti, që ka lëshu 20 flet arreste për urdhër arreste, për presidentin Trump. Kur u morën në hearing, shumë mirë që ma kujtove, dhe diskutohet dhe pyetet edhe për këto fonde që ka marrë nga Rusia, jo nga Serbia për presidentin Trump, po nga Rusia. Tani, këta prokurorët aktual, unë po thom, për momentin nuk kam asnjë argument që të thom kush i ka pagu. Tani, gjykata që pritet trupi gjykues që do marrë vendim, e merr në konsiderat këtë të Jack Smithit?
sipas informacioneve që kam unë, Po? ishte ambasadori Grenell, 2-3 letra i ka dërguar gjykatës. Do thotë edhe administrata Trump, edhe publikisht, po edhe përmes rrugëve diplomatike, ju ka dërguar mesazh që janë burgosun pa të drejtë këto gjëra. Mirë po, të shoh sa mund të ketë ndikim se asnjëri nga gjykatës nuk është amerikan. Asnjë nga gjykatësit nuk është amerikan. Ja, nuk janë amerikan. Janë holandez, janë austriak, janë shtete të ndryshme të Evropës, po asnjëri nga ata nuk është amerikan. Po si ka mundësi, ka amerikan në trupën e prokurorisë dhe nuk ka në gjykatë, në trupin gjykues? Sepse është një marrëveshje mes Bashkimit Evropian dhe Amerikës, për arsye se kjo është quhet gjyqi i Hagës është i miratuar me rezolutën e Dick-Martin në Këshillin e Evropës, ku Amerika nuk është pjesë. Edhe marrja pjesë e prokurorëve o bo në marrëveshje mes Amerike dhe Evrope, që të lejohet të marrin pjesë me prokurorë. Gjykatës nuk ka asnjëri amerikan.